Atëherë përshëndetje të nderuar këshilltar, mirë se erdhët në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkisë. Po ju them se pavarësisht se ka mbaruar emergjenca e pandemisë Covid-19, ne akoma jemi në kushtet të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë për të ruajtur distancën dhe për të qenë të kujdesshëm për të mos infektuar veten dhe për të mos infektuar edhe të tjerët. Unë jam shumë i gëzuar që Mirdita ka vetëm një rast me Covid-19 dhe vazhdon të ngelet zonë e Gjelbërt. Të gjithë këshilltarët, familjarët e tyre, mirditorët janë mirë me shëndet dhe ky është një lajm shumë i mirë për Mirditën. Meqense shumica e këshilltarëve është e pranishme në mbledhjen e Këshillit Bashkiak e deklaroi të hapur. Paraprakisht, përpara se sa të fillim me rendin e ditës, ju e dini se përpara pak kohësh u nda nga jeta ish kryetari i Bashkisë Rrëshenit, zoti Preng Toma, nga një sëmundje e rëndë, një vdekje e parakohshme, prandaj ju ftoj të gjithë pjesëmarrësve të mbajmë 1 minutë heshtje. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Atëherë me rendin e ditës jeni njoftuar që 5 ditë përpara, nuk ka ndryshime në rendin e ditës, si asnjëherë tjetër. Kështu që ka kush në gjë për rendin e ditës? S'ka, atëherë kush është dakord me rendin e ditës? Pro, 14 këshilltarë. Së pari do të fillojmë me pikën e parë të rendit ditës, mbi verifikimin e mandatit të zotit Gjevalin Preng Nikolli, subjekti politik Partia Aleanca Arbënore Kombëtare, sigla AK Bashkia Mirdit. Komisioni i verifikimit mandateve në mbledhjen e tij ka pasi është njohë me shkresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve numër 1115 protokoll, datë 4/6/2020, njoftimin për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit me vendimin numër 7 datë 2/6/2020 për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetdeklarimit të kandidatit nga listat shumëemërore për Këshillin Bashkiak në zbatim të ligjit 130/2015 për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, vendosin njoftimit e Këshillit Bashkisë Mirdit për vazhdimin e procedurave për dhënien e mandatit zotit Gjevalin Preng Nikolli. Vakant. Si rrjedhoi, komisioni në mbledhjen e tij mori vendimin unanim për dhënien e mandatit dhe konfirmon në bazë të dokumentacionit se është në përputhje të plotë me ligjin, si dhe relaton procesverbalin në seancën e Këshillit Bashkiak Mirdit. Unë do të lexoj formulën e betimit, zoti Nikolli mund të ngresh në këmbë, dhe në fund, mbasi përfundoj unë leximin e formulës betimit, ju do të thoni betohem. Betohem në nderin tim se do të kryj me ndërgjegje detyrën e antarit Këshillit Bashkiak dhe do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë Mirdit dhe do të punoj me ndershmëri për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Urime. Atëherë hedhim në vot kush është dakord që të miratohet si antar i Këshillit Gjevalin Nikolli. Dakord, miratohet. Edhe një herë urime zoti Gjevalin Nikolli. Vazhdojmë me pikën e parë të rendit ditës, mbi verifikimin pikën e dytë të rendit ditës, në falni, projekt vendimi kryetarit Bashkisë për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtzuar për blok ndihmën deri në 6% dhe në fondin e Bashkisë për periudhën 01-31 maj 2020. Materiali është dërguar në mënyrë elektronike. Ka kush në
Po, zoti Kola. Për momentin, tash se ku kanë shkuar, cila është arsyeja ku pandemia që kanë kaluar përsëri në bank, nuk e di. Ata që duan ta marrin bank, ta marrin bank. Po. Duan ta marrin postë, ta marrin postë. Po. A shkërkuar një dërshtim. Ata që duan ta marrin në bank, do ta marrin në bank. Ata që duan ta marrin në postë, ta marrin në postë. Flor. Kjo është përgjigjja, domethënë. Ata që duan të marrin ndihmën ekonomike me postë, ta marrin me postë. Ata që duan me bank, ta marrin me bank, sepse një pjesë duan me bank, një pjesë duan me postë. Mikrofonin të lutem. Prit. Atëherë përshëndetje. Gjitha shërbimet posta i ka me komisione. Dhe ne për shkak të pandemisë, kaluam në post disa veprime të ndihmës ekonomike dhe të paaftësisë. Tani ne këtë ndikim nëpërmjet këtyre komisioneve do të kemi ndikim edhe në buxhet kryetar dhe do bëjmë ndryshime në buxhet. Këto komisione bankare Sa janë komisione? mund shkojë deri 1%. Tani ne këto bëhen me marrëveshje. Sa kontratë? Cilën kontratë? Një minutë. Zoti Lusha të mbaroje, pastaj mund në rysh. Gjitha këto bëhen me akt marrëveshje kryetar dhe në akt marrëveshje përcaktohen të gjitha detyrimet që janë të ndërsjellta, detyrimet tona ndaj këtyre dhe Nëse shpenzimet janë më të mëdha me postë, me bank. Më të mëdha sepse banka s'na merr asnjë komision ne. Okej, nuk e atëherë paguajmë ne komisionin. Nëse shpenzimet posta i ka më të mëdha se banka me postë, Unë kam me bank. një për llogaritje, në qoftë se komisionet sipas informacionit që kam marrë është 1%, ne na shkojnë 2.4 milion lekë të reja në vit. Jemi të qartë. Kjo është konkurrencë. Ne nuk kemi lekë për të hedhë kot. Dakor. Në rregull. Dakor. Po, merr mikrofonin. Tani, për sa i përket ndihmës ekonomike, zonja drejtoreshe financës, ne ti je drejtoreshe financës dhe du ta dish kontratën në përqindje sa është post bashki, sepse kemi vite që ne paguemi. Edhe për një muaj që është sjell koha pandemisë vazhdon dhe sot, është 4 muaj e 5 muaj, dhe unë di që është dhe detyrim që të shkojnë post, jo në radhë, konkretisht sot kur erdha për të hyrë mbledhjen e Këshillit, para Bankës Popullore ishte plot radha për të tërheq invaliditetin dhe ndihmën ekonomike e njerëzve. Tani të lutem, kontrata në vite që është bashki post është 0,6%. Impakti i pagesës konkretisht për një ndihmë ekonomike që ne miratojmë sot janë 36 persona. Në vlerë totale kemi 166.000 lekë të reja. Të lutem, për 0,6%, po ta pjesëtosh, impakti ekonomik në post është 996 lekë, ose 9.900 lekë. Të vjetra, ka që impakt ka. Ndërsa, marë impaktin ekonomik, sepse ne jemi bashki dhe kemi dytërime ligjore që t'i shërbim qytetarit dhe sidomos invalidit. Ne nuk du të përllogërisim sa ekonomi hargjon bashkia se kemi dytërime t'i shërbim qytetarit, sepse invalidi në bank pagun 1.500 lekë komision. Dhe banka kalon direkt në xhepin e qytetarit, jo në xhepin e bashkisë. Ndërsa posta nuk ndërhyn në xhepin e qytetarit. Direkt bën kontratë dhe nëse është e madhe 0,6%, le të bëjmë një kontratë tjetër ne së bashku. A ka mundësi 0,0? A ka mundësi 0,2%? Kemi dytërime shërbimi zoj. Tani të lutem, në Selit kemi invalid në karrocë që vinë 4.000 lekë bileta nga Selita në Rrëshen dhe 4.000 lekë nga Rrësheni në Selit, 1.500 lekë në post, 4-5.000 lekë i man banka, 1.500 lekë në bank, jo në post, dhe 4.000 lekë ose 5.000 lekë është
karta që i nxjerr për ta marrë në bankomat, ka dhe detyrime tjera. Kur hap numrin e llogarisë, nuk të merr lek banka, po kur e mbyll të merr 10.000 lek. Ka kontrata dhe ka politika bankare private, ndërsa Posta është shoqëri aksionere me kapital shtetëror dhe politikat e saj janë shtetërore. Ky 0,6% sot që e merr Posta i kalon buxhetit shtetit dhe buxheti i shtetit ja kthen prapë Bashkisë Mirdit dhe gjithë qytetarëve për shërbime. Prandaj të jemi të kuptueshëm edhe vendimi i qeverisë i asaj kohe të vitit 2012 me kryeministër besoj Ilir Meta dhe ose Sali Berisha, që është me akt normativ, që aty ku ka bank të shkojë në bank, aty ku ka post të shkojë në post. Në Selit, në Fan, në Orosh nuk ka bank, ka post. Në qytet le të shkojnë post. Por të jemi të kuptueshëm, ti shërbejmë qytetarit. Faleminderit. Faleminderit Lusha. Mikrofoni për zonjën Jushi. Flores. E kërkove fjalën? Jo, mos në qëse se kërku, po më duk se kërkove fjalën. Okej. Atëhere, unë mendoj zoti kryetar që për zonat e thella, me qenë se kostoja e ardhjes në bankomat është shumë e lartë, por edhe kostoja që i marrin bankat personit nuk është në një ngarkesë e madhe për bashkinë që të paguhen 9.800 lek. Kështu që nëse e kërkojnë, po. Janë shumë pak ato që du me post. Nuk e di arsyen, po janë shumë pak që du me post. Kjo, zoti Simon, kjo është çështje kontraktuale që mund merret nëpërmjet një bisede me kryetarin e bashkisë, drejtoreshën e financës, kryetarin e këshillit të jem edhe unë prezent dhe s'ka përse këshilli të zgjatet në një problem që është e zgjidhshme ose jo nëpërmjet kontaktit direkt me kryetarin e bashkisë. Është e kuptueshme kjo tani. Ka 7 vjetë që ato ardhë. Ka 7 vjetë. Nga Oroshi, nga gjitha zonat që janë në bankë. I ka bo shteti, nuk i kena bone. Ne kemi gjithë, absolutisht, me vendim qeveria janë bome. Një minutë, mbaroje. Dhe, ne, me akë marveshin, bëjmë akë marveshin, në që se posta, se nuk ka mundësi ta leje posta 0-0, komisionin. Nuk e le 0-0. Ti e shoqëri aksionere. 0-2, 0-3, tani to kanë impakt në buxhet dhe unë do të ndërhyj në buxhet se s'ban për gjet të komisioni për t'i paguar ndaj jush. Këto kur është bën, po. Dhe lek edhe ditë këshka tjetër. Nëse buxheti i bashkisë ty nuk të duket impakt për qytetarin, nuk të lutem lek. Ky shërbim i shkon në buxhetin e shtetit, nuk i shkon Aleksandr Lush, nuk i shkon Simin Kolës. Edhe gjitha shërbimet tona, edhe lek që kur... Kjo është e kuptueshme, zoti Lusha, po jenë konflikt interesi. Prandaj duhet që këte të ndryshojnë, të lidhni kontratën që t'jetë e dypalshme, nuk është këshilli që e vendosë nëse do të vijen post, apo do të shkojen në bankomat. A janë punë të emërën që me tuja? Me një grupë shqiptarësh do të marrë nisën nga qytetarë, me firma, me nënshkrim, A do të amerëshe po mos ishte drejtor poste? Nuk e besoj. Jo. Po, Lusha, po nuk ja vlen të vazhdojmë debatin një gjysmëore për një problem që... Po, Ceku mikrofonin. Me le, ma thjesht, unë kam da për 2 muajt që ishte Koviku, asistencët, në jam qënë dëmë gjënë, në thirë, në sangë, në hebë, në gjugjë. Dë kry familjarë, nuk e di se si është puna aty në familjeve, më ka në si o pruna atje, më thoshtë që këmë prunë, ka arë për i Kovikut. Dhe që pjesë e rëzikshme kjo,
i prut ke posta, s'di se sa fiton posta se kam shefin e llogarisë, po ata ishin shumë gëzum, se të shosh për i gjugje, për një asistencë, morë 6.000 lek në fugën, e në një 6.000 se në gjugje të kemi prej 12 në s'di që shënë këshpaja. Merë është, me shumë për fshatnat, që se kjo e nimës ekonomike, i duket ma merë këto t'i lojë këto, fitojmë gjana. Unë për veti, personalisht. Sa fiton posta për sa fiton, pa to imi. Është drejtoresha e ekonomisë. Pa qoftë shnosh. Ekonomike, jo ndihmë. Mirë është asistencat, nuk do hym në debat ha për ha, po mund tjetër, na i binë me zonat i shofim na. Son kom shoh asistencën në Durrës. Dhe kash t'jen të rregullta, se ndoshta në një shiko pension nuk i takon hiç. Dakor. Banori fshati Gjugjë, ka met atje për i pandemis, ja kam shu. Po, i ka zonë, Koviku atje. Okej, dakor, dakor. Atëre, ka kush në problem tjetër? Ju lutem, vazhdojmë mbledhjen. Kush është dakord? Kush është dakord me 6%? Pro, të gjithë, miratohet. Tani, keni një pikë të pika 4 e renditës për miratimin e rekonstruksionit të rrugës pyjore automobilistike me emërtim popullor rruga e vjetër e Urakës, është lagja Vadhisht, fshati për la qendër, njësia administrative Kthell. Jo. Po, kemi këtë të mbetje, më falni, depozitimi mbetjeve urbane, në fakt ajo pikë e depozitimit mbetjeve urbane që është saktuar për të paraqit në Këshill, është i miratuar si pikë e depozitimit mbetjeve dhe nga Këshilli i Bashkisë Rrëshen, ish Këshilli i Bashkisë Rrëshen, kështu që mendoj që s'ka nevojë të kalohet në Këshillin e Bashkisë. Po? Shqiltari Noceku tha që kam qu ndihmën ekonomike në Durrës. Edhe tha që kam shku pri pandemisë, se kanë shku pri pandemisë në Durrës. Nuk më merr mendja që të kanë shku pri pandemisë në Durrës. Mund nisë. Ata nëse kanë pasaportizimin në fan dhe jetojnë atje, do të tërheqin pasaportizimin urgjent, nuk mund ta profitojnë. Nëse s'banojnë aty, s'mund ta profitojnë ndihmën ekonomike. Si? Ore, ndihmën ekonomike nuk mund të përfitoje askush, Nikolin. Nëse ke banor që janë me pasaportizim në fan dhe marrin ndihmën ekonomike duke banuar faktikisht në Durrës, nuk duhet ta përfitojnë. Jo, varet edhe nga ju sepse ato kontrollohen familje për familje. Ata kontrollohen familje për familje, nuk mund ta përfitojnë. Në rregull, edhe ata që banojnë atje, edhe që thot ky vin për verë, ata du të tërheqin automatikisht në bazë ligjit gjendë civile atje ku banojnë. Në rregull. Edhe ti nuk e ban mirë tani, ata emrat me na i thanë kush e merr ndihmën ekonomike sepse duhet i heqim nga lista ndihmës ekonomike. Dakor, zotë Ceku. Atëherë do të kemi parasysh që të bëj edhe unë një sqarim për këtë problemin e ndihmës ekonomike, se më duket se pastaj edhe keq kuptohemi. Ne dim që familjet mirditore kanë gjysmën e familjes që rrinë në fshat, sepse s'plan do të shtëpiat vetën, mund ketë edhe në një familje të larguar, plotësisht, por në mënyrë të përkohshme, të gjithë në periudhën e verës kthehen në shtëpiat ku kanë lejen e banimit. Prandaj edhe ata që mund të jenë 1-2 që kanë mbetur edhe për shkak të Covidit e të pandemisë, dhe të tjerët përgjithsisht janë në fshat. Megjithatë, kjo është detyrë, nuk e di, ka nga shërbimi social këtu, është detyrë e shërbimit social për t'i verifikuar, sepse kanë detyrë ligjore, që t'i verifikojnë çdo muaj sipas një plani që kanë të përcaktuar për të shikuar kush banon, kush nuk banon. Atëherë, me qenë se mu do ta kalojmë të tinerteve? Po?
Vend depozitimi i inerteve bëhet i përvitshëm, i përkohshëm dhe deri në një vit afati me ligj, jo më. Kjo është duhet kaloje parimisht pak për i vit. Pastaj jo, e kemi spostu pikën aty, jo aty. Është spostu e pika. Në mbledhjen e parë është miratu zmeja nga kthella deri tek ndërtimi, por e ka kthy prefekti sepse nuk lejohen hedhja mbetjeve në brigjet e lumeve dhe të atje ku i kemi hedhë ka qenë vend depozitimi i miratuar dhe ashtë ka qenë vend depozitimi i vjetër sipër që nuk prek liçenin. Kështu që është vend i miratuar, por kështu është që në fakt duhet miratohet çdo vit. Kështu që nëse ka kusht në një mendim, të ta japë ose ta hedhim në vot. Atëherë kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Si që thash, keni projekt vendimin për caktimin për miratimin e rekonstruksionit të rrugës së Vallishtës. Është një rrugë që vinë mbi 5-6 fëmijë dhe nuk shkon dot mjeti për t'i marrë. Kështu që edhe bashkia është e detyruar dhe është një ndër prioritetet e bashkisë që të miratuar apo nga ne, meqense se kemi edhe ndryshimet e tjera në buxhet për shkak se nuk u shpenzuan paratë që ne vendosëm me vendim të Këshillit për të blerë ushqime me rastin e pandemisë. Këto po ka edhe për këtë edhe të ushqimeve. Kështu që po po miratohet në parim, po rruga ekzistuese është. Atëherë kush është dakord? Po kur të hedhim vot, zoti Lusha, ishim për mirato, vazhdim votimin, pastaj mund të deklarosh votën. Po tani unë thash të diskutohet dhe nuk e mori kush fjalën. Tani unë e hedh në vot, kam hedh në vot projekt vendimin. Pastaj kur hidhet në vot projekt vendimi nuk ka diskutim Lusha. Projekt vendimi nuk është hedh në vot dhe unë kërkoj të diskutoj këtë projekt vendim. Nëse ti nuk do të më japësh fjalën, është tjetër pastaj. Po ne tani ati kthehemi, se kemi edhe të regjistruar, si suhat në vot, urdhra merre fjalën, anullohet votimi. Kemi një projekt që si çdo projekt tjetër i kemi kërkuar të shoqërohen me relacion dhe me raport teknik, dhe në vërtet ky projekt është i shoqëruar. Ka një raport teknik, po mu më bën përshtypje ky raport teknik që vjen dhe ne kemi shumë raporte teknike për kalim të fondit pyjor kullesor në ndërtime rrugësh apo dhënie me qera. Tani, ka një impakt në atë zonë që unë e besoj që i shërben ati komuniteti. Po këtu në këtë raport teknik nuk është sjell asë një firmë nga kryetari i fshatit, asë një firmë nga ato banorë lagjës, sepse ne du të dim këtë rrugë 700 metra, thot e investon komuniteti. Ne nuk kemi pas raste që investon komunitetin në rrugë, nuk investon komunitetin në rrugë kur ka interes të përgjithshëm, po investon bashkia. Aty mu më len hije dyshimi. Du ta di që aty ka gur, aty ka dru, aty ka shkurre, aty ka lule, të lutëm. Tani, raporti teknik s'ka marrë të lutëm. Zotë Picaku, një minutë të marrë. S'ka marrë të lutëm, Zotë Picaku. Tani, përpilu si këti raporti teknik pyjor, vjen si raport teknik nga 3 inxhinier pyjesh. Dhe këtu, inxhinier pyjesh kemi Gjovalin Nikolin. Urdhëro, Lusha. Unë njoft. Lusha. Urdhëro projektin. Nuk kërkova hartë. Është projekti, më nuk është hartë, është e hedhën. Tani, unë du të dëgjosha për këtë projekt, inxhinierin Gjovalin Nikoli të na sqaroje çfarë impakti ka kjo rrugë në atë zonë. Du të kërkoj që të jetë përgjegjësia e ndërmarrjes pyjore, unë njoh inxhiniere Arta Vukën, që në çdo projekt të tillë kanë pas firmën 3 inxhinier pyjor.
Tu shikoj inxhinier Bernard Dudin. Bernard Dudi është inxhinier ndërtimi. Të lutem, Adelina Dukaj. Shikoni, tani, doni me miratoni. Unë këtë kisha. Faleminderit Lusha. Po, është inxhinieri këtu? Po. Kemi atëherë teknik ndërtimi, urdhëro Paulin, je dhe administratori. Përshëndetje gjithëve herë. Rruga në fjalë është me gjatësi 700 metra linear, është një rrugë që na është bërë pengesë për kalimin e mjeteve zjarr fikse me rastin e zjarreve që kemi pas në njësinë administrative kthell. Si investitor e kemi bërë komunitetin faktikisht peshën më të madhe e kam vetë personalisht me mjetet e mia, fadrom, kamion, por për arsye sepse kur rekonstruksion një rrugë ose kur bëjmë një gërmim dheu dikush mund ta marrë si shenjë negative dhe duhet nxjerrim leje në Këshill Bashkiak për të bërë gjitha veprimet. Ato rrugë kam ndërhyrë disa herë, por këtë segment nuk kam ndërhyrë për arsye të buxhetit. Tash këtë e bëj privatisht me gjithë plagjen. Ajo është rrugë ekzistuese, rrugë unë vetë personalisht. Po, bashkë me disa nima që do m'japin në fund. Unë kam financuar shumë gjëra privatisht në njësinë administrative kthell, edhe në Bashkinë Mirdit. Ka disa lutem. Unë lutem. Ajo është rrugë ekzistuese e cila ka 20 vite që nuk është. Një sekond. Edhe po të jetë fond pyjor, një sekond. Jo, nuk. Edhe një sekond. Kush e ndalon faktin se është fond pyjor të mos bëhen rrugë apo të priten profile gjatësore për lesa rrugë ekzistuese. Po edhe po të jetë fond pyjor, edhe po të ketë pyll. Nëse është në dobi të komunitetit të pyjeve, ne kemi për detyrë për të bërë breza pyjor. Jo më për të çuar rrugët, për të çuar zjarret atje. Çfarë është kjo punë? Kjo s'ka asnjë lloj logjike, asnjë lloj arsye. Një raport teknik. E ke në dosje raportin. Për çfarë? Nuk hiqet një sekond. Kur bëhet fjala për ndërtim rrugësh, nuk hiqet nga fondi pyjor, mbas ligjit. Nuk hiqet nga fondi pyjor për rrugët. Kupton? Nuk hiqet nga fondi pyjor për rrugët. Raporti teknik është nga inxhinierët bashkisë, nga drejtoria e pyjeve dhe bujqësisë. E ke aty besoj ndosje. Inxhinier Gjevalin Nikolli. Gjevalin Nikolli ka përpiluar raportin e ke aty të përpiluar. E ke në dosje. Po. Inxhinieria e pyjeve tjetër në raport teknik. Po është Gjevalin Nikolli, një do të jetë. Po kjo është projekt më që e bën zyra urbanistikës, nuk ka punë fare inxhinieri pyjor, Po, fjala është për Sandar Dodën. Sille mikrofonin mirë. Të përgatitet drejtori i bujqësisë për të përgjigjë pyetjes Aleksandr Lushës. Unë përse përket këtij projekti, unë du të falenderoj sinqerisht këtë përgjegjësin administrativ Paulinin për iniciativën e marrë, se duke njohur vetë zonën, me që jam dhe prej andej, është vërtet probleme jo rrugë. 700 metra është, për të paktën mujt e dimrit aty nuk kalohet. Ne kena dhe rasin e shemjes shtëpis, nga tërmeti më duke që është dëmtuar, shtëpia do rindërtohet, materiali nga do kaloj, kështu që edhe në emër të këshilltarëve socialist, unë do ju bëj thirrje gjithë këshilltarëve që ta miratojmë dhe t'i falenderojmë për projektin dhe iniciativin që kanë marrë. Po, zoti Tanosh Marku. Shpjegime, kërkon që t'i analizoj këto projekte, edhe pastaj me të një konkluzion përfundimtar. Po gjithsesi kjo është një projekt mendojnë që i shërben komunitetit asaj zone, është një projekt që zgjidh shumë problematika, zgjidh fiksja, zgjidh problemin e fëmijëve të shkollave, zgjidh problemin e qoftë edhe të transportit të qytetarëve. Ajo besoj që është bërë me projekt nga urbanistika, nuk besoj unë se kanë pa projekt në urbanistikë, unë e kanë bërë besoj ata se s'kanë se si me parashit projekt në aty, unë s'ka thëmë më tepër. Faleminderit. Ka kush në këshilltar tjetër? Dhe para se ta hedhë në votë, edhe unë duhet të falenderoj administratorin që kontribon për komunitetin me vlera monetare të tij
dhe unë e inkurajoj që të vazhdoj edhe me rrugë tjera nëse është e mundur që të kontribuoj. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? 1. Miratohet. Vazhdim me pikën 5 të rendit ditës për miratimin e tarifave të shërbimit të ujitjes në fshatin Bukmir, njësia administrative Rrshen. Projekt vendimin e keni, kush e do fjallën? Do të keni parasysh që këtu është parashiku vetëm kostoja e shpenzimit të energjisë së pompave edhe erojës dhe punëtorit që punon gjatë sezonit verës atje. Nuk ka as 100 darkë më tepër që shkon në gjepat e banorëve të asaj zone. Po, së ndërdoda? Unë në takimit që kam patur me fshatarët e Bukmirës, aty janë të kënaqur shumë i herë për projektin që është bërë për depozitat e ujit Vaditës, dhe sinqerisht ato falenderojnë kryetare bashkisë kanë falendëruar për këtë iniciativë dhe punë bërë, dhe ka një vit më duket që ato kanë marrë ujit falas, dhe unë në një mbledhje që kam qenë ato kanë kërkuar vetë bilet tarifin. Kështu që unë jam krejt dakord që të miratohet kjo tarif për këtë punë. Po, faleminderit. Faleminderit, kush e do fjalën? S'ka? Atëherë kush është dakord? Kundra? Abstenim nuk ka, miratohet. Kemi projekt vendimin numër 56 për përdorim fondi rezervë. Të përdor nga fondi rezervë shumën 20.000 lek për dhënien ndihmë financiare si më poshtë. Të jap ndihmë financiare zotit Ditmitër Loli, kushtet vështira jetese për shkak të sëmundjeve kronike së bashku me bashkëshortën. 20.000 lek paksohet sipas numrit të llogarive. Jo, në total 20.000 lek. Një herësh, një ndihmë një herësh. Jo. Unë nuk e kam kështu. Të jap 20.000 lek për dhënien ndihmë financiare si më poshtë, thot. Kushtet vështira jetese për shkak të sëmundjeve kronike së bashku me bashkëshortën. Po jo çdo muaj. Të jap këtë ndihmë. Kërkoj ndjesë sepse është lapsus. Këto i jepën në pamundësi për të paguar faturat e ujit të pishëm. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? S'ka, miratohet. Projekt vendim numër 61 për ndryshim në buxhetin e vitit 2020, të bëjë ndryshime të buxhetit për vitin 2020 si më poshtë, fondi mirator në tabelat e buxhetit vitit 2020 në zërin menaxhimi i infrastrukturës ujitjes në llogarinë 231 investime do të ndahen si më poshtë. Objekti rekonstruksion kanali Vaditës Ndërfan, kontratë e lidhur për 4.822.522 lek dhe objekt rehabilitim i kanalit Vaditës Fang në 6.372.269 lek. Ka kusht? Po? Tusha? Është duat fjalë. S'kemi asnjë lloj kontrate të lidhur, s'ka kontratë të lidhur. Është Skender Fund. Tu kem fund dhe fund. Kontratë e lidhur, fund. Pas qaroj pa. Tash i dësha me më shpjegu diçka, nëse mundesh. Kjo ndërfana është ekzistente apo jo? Kjo thot objektim rekonstruksioni i kanalit Vaditës Ndërfan, thot kontratë e lidhur. Kjo është lapsus.
Atëherë dësha me të bëhet di pyetje. Ka një 4 vjet ose në më që punohet në këtë kanal Vadides. Edhe duhet të bëj pyetje, këtu janë 44 milionë 800 mijë lekë investim. Mrena 4 vjetëve, ç'është të bëhet aty? Unë kam kalu, kam po të hap kanal, kam po të hap grupa, kam po të hap gjithçka. Ka 4 vjet si punohet çdo vit. Çdo vit punohet, tash del një ndryshim buxheti, i cili bëhet çdo muaj. Edhe s'kuptoj se për çfarë bëhet ky. Rekonstruksion thot i kanalit Vadides Derfan. Edhe vjet është bë, edhe për vjet, edhe tjetër për vjet. Nuk ka lidhje më, ç'është bën çdo 3 vjet. Unë duhet të di ç'është bën çdo 3 vjet. Kanali Vadides Derfanës është ndërtuar. Po. Është funksional. Është funksional dhe çdo vit bëhet rekonstruksion. Çdo vit hidhet uji në ta. Atje ndig. Edhe pastrohet çdo vit, në rregull? Jo, pastrohet çdo vit, pastrohet një gjysore, një orë, 5 orë. Edhe një herë pastrohet çdo vit edhe jo rekonstruksion me shumë lekësh. Edhe vjet është bën me shumë lekësh dhe par vjet dhe tjetër par vjet. 3 vjet. Një sekond po të sqaroj? Po. Kanali Vadides pastrohet çdo vit edhe mbyllet çdo vit diga. Sepse diga nuk është mbyllur atje. Po pra pastrohet. Është investim dig. Pastrohet. Edhe pastrohet, po. Po jo rekonstruksion, jo investim. Jo rekonstruksion. Po çdo vit është bën investim. Ku ke investim? Po investim është bën me kanale, se kanale kur të bëhet një kanal investim është. Edhe një herë. Kur të bëhet një kanal. Investim nuk ke aty çdo vit, investim ke vetëm një herë. Aty bëhet ndërhyrje çdo vit. Atëherë nëse jo për ndërhyrje për pastrim. Ore ti kupton kaç? Unë kuptoj shumë. Atëherë ti nuk je të kuptuar, më thënë çdo vit bëhet rekonstruksion. Nëse bëhet çdo vit punime. Përse çdo vit? Nëse bëhet, një sekond. Unë duhet të bëj diçka i pyetje tjetër dhe masaj vazhdo se ti më ndërprej fjalën këtu kur të fol unë do të fol unë. Kupton? Kur të marrë unë vazhdo ti. Kur të vazhdosh ti do të gjej unë. Kur jam do të thonë herë mos ndërprit më jam do të thonë. Jo, nëse ka investim çdo vit aty ka. Nuk duhem sqaru hiç. A kupton? Ka dhe para shpenzuar. Mbledhjen as drejto ti erdi. Kur të fol unë du më fol unë. Po pra, du më ndërprej kërkush. Mbaroj pra, do të marrë pyetjen unë edhe vazhdo një fjalë ti kujt dush. Po. Çdo vit bëhet ndërhyrje. Pse bëhen të ndërhyrje çdo vit? Kaç du me ditun? A bëhen investim as sa bëhet? Kaç du me ditun? Ti e bëre këtë pyetje dhe këtë përgjigje. Nuk ka investim çdo vit. Ka pastrim çdo vit, ka mbyllje digës çdo vit. Edhe nuk ka shpenzime para çdo vit. Në rregull. Mikrofonin drejtoresht ekonomike. Sqarimeve që bëni kryetari, unë do të sqaroj. Ky është një objekt që është kontraktuar para 3 vjetësh. Dhe ky 4 milion trashëgohet nga viti në vit, por jo se bëhen punime, trashëgohet në buxhet. Dhe ai fond nuk preket asnjë vit për atë kanal, për arsye të mos përfundimit të rregullt të atij kanali. Por jemi të detyruar deri në momentin që të përfundojë kontrata këtë fond ta trashëgojmë nga viti në vit. Jo se përdoret. Po, si çfarë sqarimi? Më thuaj, se ta sqaroj. Ke relacioni, po sqarimi që po t'japun. Pastaj në qoftë se doni, çdo vit të sjell evidencat situacionin e shpenzimeve çdo muaj si ti kërkoni dhe të shihni. Në qoftë se ka objekt të shpenzuar kanal Vadides Ndërfan, atëherë ju djalë ke drejt thoni që është shpenzuar. Po për sa kohë ai nuk preket si emërtesë shpenzim, nuk është shpenzim. Jo, të lutem tani, ky fond do të realizohet këtë vit? Në qoftë se ai përfundon punimet në rregull? Atëherë që tjetë të qartë këshilli, ky fond është fond punimet pa mbaruara nga firma fituese. Prandaj e kam citu kontratë lidhur unë. Dhe ky vihet në dispozicion ky fond për të thirrë firma që të përfundoj objektin. Nëse firma nuk përfundon objektin, ai nuk do të marrë lek. Ky është fondi që mahet pezull. Je i detyruar se ke lidh një kontratë, dhe kontrata është dokument ligjor. Kanali është funksional. Problemi është aty sepse ai nuk ka sifoni nuk e ka bërë tub mbi bazën e specifikimeve teknike që janë në projekt. Edhe për këtë arsye aty nuk është marrë dorëzim dhe si është bërë pagesa. Si është bërë pagesa për më shumë. Por nuk mund të ketë investime çdo vit si çdo taj, se po të kishte përkundrazi, aty ai ka bërë punimet, kanali është funksional, por tubi nuk është sipas specifikimeve teknike që janë parashikuar në projekt. Kjo është. Po të ketë investime çdo vit dhe paguaj çdo vit, kjo është absurditet. Absolutisht. Ndërhyrje mund të bën vazhdim firmën për të arritur te kontrata që ka lidhur me ne, por jo që paguhet nga ne. Ne nuk e ndalojmë firmën me bën ndërhyrje derisa të përfundojë kontratën. Po, faleminderit Flora. Po, Lusha. Tani ne si Shill Bashkiak kemi miratuar një rregullore. Dhe unë e di që
sektori i financës e din që kur ka ndryshime në buxhet, konkretisht sot kemi 4 pika ndryshim buxhet, numër 61, 62, 63 dhe 64, projekt vendimeve që keni sjell, dhe nuk mlidhet Komisioni i Financës dhe Ekonomisë. Arsyeja pse? Po nuk është detyrë e drejtorisë ekonomike të mbledhë Komisionin e Financës, është detyra kryetarit komisionit. Kryetarit komisionit i sillet një material, i sillet një datë, një orë dhe një vend i caktuar për të bërë mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë. Dhe ditën e premte kanë ardhur materialet dhe sot është e martë. Tani, unë jam pak kritik ndaj administratës bashkisë, sepse kërkoj të punohet më shumë. Dhe këto debate që ne i zhvillojmë këtu në Këshillin Bashkiak, ne leti diskutojmë në Komisionin e Ekonomisë, leti rezaurojmë aty në komision, pastaj vim këtu. Unë e quaj shumë të arsyeshme, sepse këtu ka probleme financiare, teknike, jo gjithë i dim, leti diskutojmë në komision, leti vim me një relacion edhe jemi më të kuptueshëm për të kaluar në votim. Kështu mendoj unë dhe kështu kemi vepruar dhe aplikuar herë të tjera. Faleminderit. Atëherë, për të sqaruar Këshillin, e kam sqaruar disa herë dhe do të vazhdoj ta sqaroj derisa ta bëjmë praktik tonën që komisionet vetë mlidhen se janë funksionale për 4 vjet. Kështu që çdo komision ne i kemi bërë njoftimet për t'ju ardhur ndihmë sepse nuk kanë funksionuar komisionet, po ne nuk do vazhdojmë të rikujtojmë mlidhuni komisione, mlidhuni këtu, erdhi ora kaq, hajdeni këtu. Kështu që komisionet duhet të vetë funksionojnë. Janë strukturë e Këshillit e përhershme. Nuk është komision i përkohshëm që duhet thirret nga kryetari i Këshillit që të mlidhet. Prandaj të mbledh drejtoresha e Financës Komisionin e Ekonomisë, janë Treziti. Jo të mbledhit drejtoresha. Ore Komisioni i Ekonomisë e mbledh ti si kryetar komisioni më njëri. Edhe sekretari i Këshillit Bashkiak cakton një orë dhe një datë. Unë nuk lajmëroj orën. ti je kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe ti e mbledh komisionin kur ty të vinë materialet. Në rregull. Patjetër ti e ke. Po ti e ke më njëri. Po si se ke më, ti je kryetar komisioni dhe e mbledh ti. Projektet nga administrata bashkisë kanë ardhur ditën e premte. Ore direkt për një orë të mbledh Komisioni i Ekonomisë. Po duhet një ditë. mirë. Të lutem, duhet një ditë të premten ka materiali, edhe unë si kryetari i Komisionit të Ekonomisë përgatis materialin, edhe unë bëj lajmërimin që ditën e hënë bëj lajmërimin për ditën e martë. Po jo ditën e hënë për ditën e hënë, është e pamundshme. Mu më vjen keq Aleksandër, zoti këshilltar, mu më vjen keq sepse Komisioni i Ekonomisë është ndër komisionet që funksionon më mirë se asnjë tjetër. Nëse nuk ka funksionuar këtë radhë, kjo nuk do të thotë që të ngrihet si shqetësim në Këshill që s'mbledhet komisioni. Është i vetmi komision që është mbledh për çdo pikë të rendit ditës së Këshillit. Kështu që ky vetë atëherë të vazhdojmë, nëse s'është mbledh, është bë gabim që se ke mbledh dhe për këtë përgjegjësinë e ke vetë ti. Kryetare ka mundësi? Edhe unë marr përgjegjësitë, patjetër. Kryetare ka mundësi? Zoti Mark. Problemi i legës dhe problemi që shtrojmë gjithë ne këtu janë funksion gjithë një punës. Por e kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi, dhe them inshallah të zvoglohet sa më shpejt. Ja thënë jona thirrje që ne mos jemi zgjatim i administratës. Se ne po dalim zgjatim i administratës në këtë fushë. Unë kështu e konceptoj unë. Kanë vështrimin tim. Urdhra? Të lutem, kjo lloj mënyre, paraqitje, dokumentave tjera dhe vonesat që vinë, një sekond kryetar ta marrë të lutem. Jo, ne kemi lënë javën e fundit, nëse kemi lënë me 30 në mbledhje, ne është rasti mbledhja e parë që bëhet e fundit në fund të muajit kjo. Dhe nuk është bënë njoftim, kjo ka pas një problem tjetër, sepse na është lënë në të martën e fundit të muajit. Është lënë të martën e fundit për përgjithësi, por krejt normal pra, por jo për herë, të lutem kryetar. Ky është këndvështrimi jem. Ne nuk kemi ardhur këtu për të bërë dialog, as për të bërë plas me njëri tjetrin. Di unë dy llafe, di ti apo di tjetër, di tjetër. Ti je drejtuesi kryesor
je përgjegjësi kryesor për bashkinë, të ta ka mandatu populli, sa ka mandatu unë, unë në përmes një vote, po në total, dhe ke dalë atje, por unë them që këshillin mos ta bëni zgjatus të administratës. Kaq. Faleminderit Mark. Unë detyrohem të bëj ndërhyrje, jo për replik, absolutisht, por këshilli asnjëherë s'ka qenë zgjatimi i administratës. Këshilli e ka funksion të tij miratimin e të gjithë projekteve që sjell administrata, ose mos miratimin e tyre, ose shtyrjen e një projekt vendimi për një mbledhje të posaçme, në qoftë se nuk është dakord dhe bjen dakord këshilli, por unë këte që këshilli është zgjatimi i administratës, as se kam pranuar ndonjëherë, as se pranoj dhe as kam për ta pranuar sa të jem këshilltar. Kush e do fjalën tjetër për këtë? Atëherë, hedhim vot. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Nuk ka, miratohet. Kemi projekt vendimi numër 62, përsëri për një ndryshim në buxhetin e vitit 2020, të bëjë ndryshimet e buxhetit si më poshtë, paksim fondi i zërit rikonstruksion i zyrave të njësisë administrative Rubik për shumën 2.900.000 lek, shtohet hartim projekti për objektin ndërtimi i ujësjellësit për furnizimin me ujë të fshatrave Klos, Fan, Bisak, Zallgjugj, njësi administrative Fan. Ka kush pyetje, diskutim? Nuk ka, hedhim vot. Kush është dakord? Kundra? Nuk ka, abstenim? Nuk ka, miratohet. Projekt vendim numër 63 të bëjë ndryshime në buxhetin e vitit 2020 si më poshtë. Tepricat e fondeve ndërmjet planifikimit në buxhet dhe kontratave të lidhura për objektet si më poshtë. Blerje pajisje kompjuterike 106.000 lek, 106.400. Mirëmbajtje kompjuterin 112.200, pjesë këmbimi 62.400, shuma 281.000 lek. Të kaloj në zërin mirëmbajtje programe kompjuterike në llogaritë që unë nuk e di se që janë 602.05 dhe 602.01, 218.000 lek e 600.000 në llogarinë 602.05 dhe 62.400 lek në llogarinë 602.01. Paksim fondin zërin e furnizimit me ushqime për 100.000 lek, shtesë fondit zërit në zërin blerje licence për programim elektronik të regjistrit elektronik kërkesave për informacion 100.000 lek. Kush e do fjalën, pyetje? Po. Ligert, mikrofonin në tushës. Dhe kam një pyetje. Ky ndryshimi i buxhetit me këtë arsye, desha të bëni pyetje. Këto blerje pajisje kompjuterike dhe mirëmbajtje kompjuterike dhe pjesë këmbimi. Gjitha kanë një shumë prej 218.000 lekë. As janë marrësyeshme me 218.000 lekë, se nëse kemi se jemi më në hall të madh për kompjutra, edhe kemi na kanë presh kompjutrat dhe e na pa punë, se sa të punon kërkosh e dim gjithë. Jo për këtë pjesë, por për kompjutra, s'ka ngel për kompjutra. Të marrim këtë shumë lekë edhe të bëhet një investim paktën grupave të qytetit. Të hysh grupat e qytetit, se nuk e di se këtu unë jam të thanë për zotën Folkot. Unë Folkot për faktin se unë kam një votë dhe unë nuk më bëj ndryshim asnjëherë. Dhe ku gjithë këshilli shohet katë si duan. Edhe bajnë si duan mirë ditën, e duan rrëshenin, e duan me ba, kjo është shfaqe. Unë s'kam vësisa në më kërkanë, unë thjesht duhet bo një pyetje fikt. Këtë 281.000 lekë, nuk është ma arsyeshme, që janë pasqyrimi punës të bashkisë mirë ditë, të vish mrena në qytet rrëshenit dhe me hecën kam the kamen. Jo ma me hecë makinë që prishet makina i derdh. Të gjithë, ne nuk jemi të fshatrave, ne jena qytetarë. Edhe këtë fshatrave hajt që vikan nalin makinë ke policia, nalin makinë dikushtu, edhe vinë kam, i hynë kam bashkisë. Ashtë një pjesë të dërmuese qytetarëve kanë shumë problem si pjesë.
nuk e kam gjuhë një të ngrihet për çit problem. Janë 10 gropa, nëse shkojnë më shumë se 281.000 lekë, unë nuk di më gjë, i baj unë me shpenzimet e mia. Por janë gjëna qesharake dhe është një gjë skandaloze. Dhe na nxjerrim fond për kompjutera. Të rregullojmë çto janë si përfaqësore, si duhen, tamam, masa ne ke kompjuterat, masa ne ke gjitha. Jam këtë dakord me ju. Po, të fillojmë nga këto si duhen ma tamam. Po, zënja Jushi? Fuhi. Si një po 2 flora këtu, më falë. Atëhere, zëti këshilltar, të janë të prica fondesh, që nërmjet buxhetit të planifikuar në fillim të vitit dhe kontratës e lidhur për këto shërbime. Dhe kanë tepru. Në qoftë se nise tasëri. Dhe është mendu që të shkoje tek mirëmbajtja programit për taksat e bashkisë, që nuk është pak, se jep shumë impakt në komunitet për që të jemi sa më të saktë për të raportu këto taksa para komunitetit. Dhe kjo nuk është dhe pjesa që thu që s'duhen kompjuter se kështu, unë e kam i vrejti, jam të punu vazhdimisht, e s'mund të thush se s'punoj. Me ty se duhet kompjuteri, po kompjuterin e ke, nuk ata presh kompjuteri, edhe nuk ta thash as për ofendim, as tani jam të thënë që në përgjithësi që nuk është se ka ngel puna te kompjuteri. Përgjithëse që ka ngel te kompjuteri, puna për zotin ju kërkoj falje, unë s'fol më. Thjesht jam të bëj një pyetje. Është për sistemin, Olger. Është për sistemin e kompjuterit. Nuk është për blerje kompjuteri. Ka qenë për blerje dhe është kthy për ndërtim sistemi kompjuterit. Bravo. Këtë gjë nuk më na keni kalu ke gropat ke rrugët e qytetit tek çdo gjë. E di arsyen sepse s'kalojnë, sepse vazhdojnë punimet. Do të bëhen gropat vetëm kur të vazhdojnë punimet, pa vazhdon ujësjellsi të bëhet. Po jo se janë Një sekond. Ke drejti. Aty është një ndërmarrje e mirëmbajtjes që ka pak defekte. Nuk e di se nga kush janë këto defekte aty që s'mirëmbahet mirë kjo puna e gropave edhe e rrugëve. Do ta shikojmë këtë pjesë. Do merrem atë marrë fort, ke drejt. Merru sa dush me atë pjesë, nëse çka kryet. E jetë e thanë si kështu si gangster. Lutem, mos të fyë mas kanë, së të fyë as njeri. Po, jo mira nga kina, nëse ashtu për me fol të folim tamam, sigur është me fol. A kuptoj, nuk është për me ra nga rrotull, se sa është ka kush ndaj problem. Nëse ka ndaj problem, bujrum vije. E zgjidhim. Kush e do fjalën tjetër? Atëherë, hedhim votim. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Nuk ka. Miratur. Kemi projekt vendimin numër 64 përsëri për ndryshim fond nga buxheti. Të bëjë ndryshime në buxhet për vitin 2020 si më poshtë, paksim fondi zëri i furnizimit me ushqime për shumën 3.200.000 lekë dhe shtohet paga dhe sigurime për agjensinë për rrugëve APPM për 3.200.000 lekë që do vjen në funksionon edhe të këtyre rrugëve. Ka kusht? Pyetje, diskutime? Simon Kola, mikrofonin. Po? Lek Flora, të lutem, sa janë paga dhe sa janë sigurime? A mundesh më manda? Janë shkojnë, po tani sa lek shkojnë për pagat, dhe sa punojnë punësohen, sa dhe ne du dim diçka. Janë du kalu ka shumë. Siguracioni dihet, unë nuk e di pse si e përgjigje Flora. Pse e përgjigje Flora? Pse si e përgjigje, se siguracioni dihet se sa është. Kash lek punësohen, kash punëtori nderuar kryetar. Po pra, po. Ta po kërkojnë dhe komuniteti këta kërkon. Në ndihmën tu jam unë. Unë them që jam në me fal, ta marrë telefon, janë 3 punëtorë me një pagë 30.000 lekë të zanë. Edhe bojnë 90.000 lekë. Herë 12 muaj bojnë 1 milion e sa lekë. Atëherë, janë edhe kontributet e sigurime shoqërore, që paguën kash, paguën nga bashkia, pjesën që paguën e nga paga, pa e pjesën që paguën bashkia, edhe më lidhen këto 2 shifra dhe jabe 1 shifrë. Edhe unë du të di se kësa punëtor, unë dhe këshili, besoj që ka javlen dhe këshilit atje, se kash punëtor do shtohen, dhe se do rregullohen një 2 km rrugë, do mirëmbahen ma mirë se janë mirë ma i vjetë.
Kjo ishte pyetja, Faleminderit. ta marrë si të dush. Jo, faleminderit, shumë Mi mirë. marr shumë gjanat drejt. shumë. Jo, sa është në mend, sa për sigurime, sa është për pagë, ky fond. Je përgjigje Tani- drejtoresh. Të sqaroj, një herë si fillim nuk ka shtesë punojësish. Këtë e kemi bërë për të bërë paraprit, duke qenë situata shumë e keqe nga Covidi, ne nuk kemi mundësi me realizu të ardhurat dhe një pjesë të pagave të rrugëve rurale ne i kemi përcaktuar nga të ardhurat. Mundet që të realizohen, mundet që mos realizohen. Prandaj, për t'i bërë paraprit dhe mos ngel punojësit pa paga, kemi bërë këtë veprim. Duke e marrë dhe nga kursimet e ushqimeve dhe nga fondet që qel ministria për shkollat profesionale. Nërsa për sa i përket pjesës se sa janë paga dhe sigurime, ato janë total sa preket buxheti i bashkisë. Preket edhe për pagat, edhe për sigurimet, edhe për kontributin që mbahet nga paga, edhe për kontributin që paguën bashkia. Është fond total dhe buxheti preket në total, pagë dhe sigurime. Nuk ka një domethënie, s'ka. Okej. Dakord. Ka kusht? Simoni? Dakord. Atëherë, hedhim vot. Kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Minatohet. Kalem tek pika 11, projekt vendimi kryetarit bashkisë për miratimin e bonusit të qiras për një periudhë 1 vjeçare, sipas vlerës së tregut për familjen banesat e cilve janë dëmtuar si rezultati i tërmetit të datës 26 nëntor. Janë ato familje që miratum në mbledhjen e kaluar për shemjen në shtëpive. Ka kusht pyetje? Ta hedhim vot. Atëherë kush është dakord? Kundra? S'ka abstenim? S'ka? Një? Miratohet. Projekt vendim numër 66 për miratimin e listës subjekteve përfituese nga grandet e rindërtimit sipas akt kontratave dhe akt ekspertizës thelluar në Bashkinë Mirdit, nga lista që ju keni 2 familje aty, Preng Gjindoda dhe Martin Nuaj Gjonaj, që ishin në mbledhjen e kaluar këtu, shtohet edhe Mimoza Gjok Gjikolaj, është një familje që i është bërë ekspertiza me vonesë për shkak se ka pas një fatkeqësi vdekje, dhe Gjon Mark Gjoka në fshati Malaj, që ka konfirmim nga Instituti i Ndërtimit. Ka kusht? Kush është dakord? Kundra? S'ka abstenim? S'ka. Miratohet. Po, jepi mikrofonin të lutem. Çdo kush merr fjalën merr mikrofonin. Nuk është marrë konfirmimi akoma nga Instituti i Ndërtimit. Okej. Po kemi pas edhe 4-5 familje tjera që kanë qenë prezent në mbledhjen e kaluar, është e njëjti procedurë që po ndiqet. Okej. Atëherë kemi projekt vendimi numër 67, miratimi shemjes ndërtesave në territorin e Bashkisë Mirdit si rezultati i dëmtimeve nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019 sipas ekspertizës për të njëjtat emra që miratum tani paraprakisht. Për 4 familje. Kush është dakord? Kundra? S'ka abstenim? S'ka. 1. Miratohet.
Kemi tjerë? Kemi një projekt vendim për miratimin e zgjedhjes së disa kryetarëve që kanë mbaruar zgjedhjet. Kryesisht njësia administrative Orosh që i kanë mbaruar gjitha fshatrat dhe njësia administrative Rësheni pjesërisht. Dhe pastaj në fund kemi edhe ca ankesa, kërkesa. Përpara se sa të kalojmë në miratimin e tyre, nga njësia administrative Orosh nuk ka asnjë ankesë, që ti kalojmë pjesë në mënyrë që të mos që të lëm pastaj për të diskutuar ato fshatra që kanë ankesë. Kemi një fshat që ka në fakt ankesë, ndërsa Kodrëshenin nuk e kemi fut. Gasper, Kodrëshenin. Po. Atëherë kemi dy fshatra që kanë ankesa, është fshati Ten dhe fshati Kodrëshen për një lagje. Është në proces, nuk ka marrë edhe një lagje, por është bë ankimim. Tani të lëmë këtë dy fshatra, të miratojmë këte që të mos e bëjmë konfuzion dhe të lëmë vetëm fshatin Ten që të thrasim dy palët dhe atë pjesë të fshatit Kodrëshen të një lagje. Po, mikrofonin lush, mos e harro mikrofonin asnjëherë. Faleminderit kryetar. Njëherë për sa i përket zgjedhjes kryetarëve të fshatrave në njësinë administrative Orosh, duhet falenderoj kryetarin administratorin e njësisë administrative Orosh për shërbimin që i ka kryer edhe komunitetit, po edhe ka kriju kushtet këshilltarëve për drejtimin dhe monitorimin e zgjedhjeve në të gjitha fshatrat e komunës Orosh. Konkretisht kemi qenë unë dhe Simon Kola. Dhe është të bën një zgjedhje model, ku nuk kemi asnjë vërejtje, por kam një vërejtje për sektorin e financës, se këtu, drejtoresha është tu. Po, ne si këshill kemi marrë një vendim, që këshilltarëve të shërbehet me automjet, me shpenzime rrugtimi për njësitë administrative. Jo për të ankuar, por nga komuna, nga njësia administrative Orosh, dhe në të gjitha fshatrat, si në Lejthiz, si në Mashtërkor, si në Orosh, si në Ngryk Orosh, zonat thella, është punuar mirë nga ky administrator dhe është shërbyer. Ndërsa nga Rësheni, në komunën, në njësinë administrative, konkretisht 13 rrugë, 14 rrugë. Janë bë nga këshilltarët me shpenzimet e tyre dhe vazhdojnë t'i bëjnë. Nuk kam ndaj vërejtje, do të vazhdojmë t'i bëjmë prapë dhe të shërbejmë komunitetit. Se kemi detyrim moral dhe ligjor. Por kur themi që këshillit ketë buxhetin e tij dhe t'i shërbeje këtij buxheti siç duhet, sepse problemet i kam hasë njësinë administrative Roshen. Në njësinë administrative Roshen, administratori nuk njofton këshilltarit për mbledhje. Njofton fshatin, ban dhe mbledhje fshati pas një këshilltar. Dhe më lajmëron në qytet që janë bën zgjedhjet, është mbledh fshati. Unë e di se e drejt ligjore dhe është kompetencë e këshillit, jo e administratorëve. Do t'ju lutem administrator, shërbeni këshilltarëve. Kompetencat dhe detyrat dhe drejtat tona i dim. Kemi një rregullore, kemi një udhëzim që i kemi miratuar në Këshillin e Bashkisë. Kemi edhe ligjin 139/2015 që e hapim konkretisht është neni. I kanë çdo këshilltar. I kanë të gjithë, po jo. Çdo këshilltar lush. Dakor, neni 70 është psa për kujtesë për zgjedhjen e strukturave komunitare në fshat dhe këtu problemet
nuk du të rinisen me administrator. Administratori paguhet nga Bashkia Mirdit, me rrogën edhe të mirë, mundësisht, dhe len mbledhjen në orën 11 ditës. Në orën 11 ditës këshilltarët janë në biznesin e tyre privat, njëkohësisht janë edhe në punë shtetërore aty ku punojnë. Kanë detyrimin ligjor që të jenë në punë deri në orën 4:30. Konkretisht unë punoj çdo ditë deri në 4:30. Mbas dite i shërbej fshatit, i shërbej komitetit, i shërbej lagjës. Dhe projektin që e mora fjalën zoti kryetar, projekti nuk hidhet i ndar, po hidhet në votim siç është në parim. Ose bie poshtë, ose votohet. Projekti hidhet siç ka ardhur, pastaj diskutohet sepse ka diskutime se nga administratori i njësisë administrative Rrshën ka indicje që ka bën një ankesë me 5-6 banor dhe konkretisht ankesa thot jo 2-3 personat që marrin pjesë. Aty kanë qenë këshilltar. Jo, do të kalojmë se ky është projekti. Po prit me radhë. Nuk ndahet projekti kryetar, rregulloria ka që projekti hidhet votim siç është. Dakor. Faleminderit. Dakor, po këte vendime merr këshilli, nuk e mori kryetari, as do ta marr kryetari. Unë i propozova këshillit për një lehtësim të çështjes në mënyrë që pastaj mos të diskutojmë ato që janë me ankimim dhe pastaj e miratojmë prapë do miratohet në tërësi. Lusha thot, je njohim rregullorin, je njohim ligjit, nuk lehet mbledhja në orën 11, jemi në punë, s'na le kush me dal nga puna, ku neni 51, pika 2, rregullores thot, punëdhënësi detyrohet lejohet anëtarën e Këshillit Bashkiak të shkëputet nga puna për të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, të komisioneve të tij apo aktiviteteve të organizuara prej Këshillit Bashkiak. Po jam shumë dakord. Po atëherë çfarë kërkon? Aty ku është e mundshme? Aty ku është e mundshme? Mirë, kjo duhet bëhet në marrëveshje. Antar këshilli, njësi administratori njësisë administrative. Po. Administratori njësisë administrative është në mbështetje për marrëvajtjen e zgjedhjeve të Këshillit Bashkisë, të kryetarëve të fshatrave. Po. Atëherë ka një propozim timin që t'i ndajmë këto 2 fshatra, apo t'a lëmë t'i miratojmë total pastaj. Po, atëherë, vazhdojmë. Më jepën atë ankesat ku i kam. Jemi akum? Po nuk e do, pra Lusha thotë unë dalë. Po të diskutohet veshtenën, da. Po, zote Mark Morku. Zote Mark Morku. Ato që janë të rregullta, s'ka problem, ankesa t'i kalojmë. 2, më falë. Po prapë, ta marrë. Atere, për tenën dhe për tjetën, të ngrenë komision, dhe më të shkojnë këta që kanë qanë, po të shkojnë të tjerë dhe të bojnë verifikimin. Sepse aj që shkojnë, e ka ankesa, aj prapë që ashtu i lenë, ose kërën probleme. Pra du të shkojnë një grup tjetër, në ato dhe të vazhdojnë zgjedhjet normale, ato të thirën, në qësa është për të verifiku në vend, në qësa është për atë të diskutojnë këtu. Por nuk jam që të përsëritën këto me të persona, ku do që të ketë të ankesa, unë ja propozoj këshillit zote kryetare, ku do që të ketë ankesa, persona të asam jam unë, me nuk sekund t'i ku nëse me nikin o dika tjetër. Aty ka probleme, nuk kam të drejtën ma unë të shkojnë 2 të tjere, sepse unë nuk mund të vesh me kryu problematik ma tepër, se nuk kemë zhidit. Kjo është mëndimim, ja propozoj këshillit, vendosë si doje. Faleminderit. Jo, mos të hymë konkretisht. 2 sekonda. Po. Përsa i përket ankesave, unë kam qenë i delegum në Kodërshan. Për të hymë. Edhe Kodërshan i ka një ankesë, jo desha me dalë ke Marku, se thatë në rëjmë këshilltarë. Aty janë bën disa gabime, për shembull, jo nga ne, po janë bën nga
kryepleshte e fshatrave aktual. Ne si këshill kena marrë vendimin për të hapë zgjedhjet. Fjala aty ne u ka shku një ditë para se mu hapë zgjedhjet. Tash a mund të bëhet gati fshati për me votu për ka ato shyrë. Dhe për këtë desha me thënë, ne unë marrë se janë gabimet tjetër kuj, nuk janë tonët. Me falë kryetar. Atëherë, Me falë një kryetar. minutë. Tani zoti Mark dha një shpjegim që du ta falenderoj. Por du t'i bëj një pyetje. Unë konkretisht kam qenë në 17 mbledhje lagjesh dhe fshatrash. Sa herë ke qenë i dashur në mbledhje? Sepse kemi 6 muaj që kemi filluar, sa mbledhje ke bën që ti? Sepse ne në çdo fshat kemi ankesa dhe problematika. Por konkretisht do t'ju them një ankesë. Vjen nuk kemi hy, Lusha, të lutem tani. lutem. Ke hyrë se ke hyrë projekt vendim. Jo, e drejtojmë. Lusha, të lutem, e drejtojmë. Nuk mund ta ndajmë projektin, nuk mund ta ndajmë projektin kryetar. Një minutë. Por mua ke dalë jashtë rregullorës, faleminderit. Po s'kam dalë akoma jashtë rregullorës, unë jam akoma në debat. Nuk kam cenu akoma rregullore asgjë dhe nuk e cenoj asnjëherë. E kanë provuar edhe të tjerë dhe nuk kanë gjetë cenim të rregullores as ligjit nga unë. Të hidhet projekti siç është. Prit Let bjerë projekti, pastaj diskutojmë, të lutem. Po prit para, dakord. Që ti jesh i sigurt ti si përpara, si mbrapa, tena do votohet e veçantë, se nuk mund të votohet me gjithë projektin, sepse asnjë këshilltar nuk është kundra projektit aty ku s'ka probleme. Kështu që tena ka për të votuar e veçantë. Ka logjik. Kështu që nuk ka logjik. Po. Ka logjik aty ka pjesa që ndalohet. Po, jep. Por nuk ka logjik që të hidhet projekti option ashtu siç është. Sepse po padyshim që bie gjithë projekti. Sepse aty ku ka ankesa ne do bëjmë qendrim. Këtu hidhen rast pas rasti. Me kupton? Ka ankesa ne do bëjmë qendrim. E kupton? Lek. Të falenderoj shumë për gjithë ato që tha, po nuk e pata në atë aspekt që e patë ti. Megjithatë ti merr gjërat si dush. Unë nuk bëj prefektin. As se kam bën kur kam pas për të bën, as nuk e bëj atë tani. Unë bëj atë që di. As sa konceptoj në veçtrimin tim. Dhe nuk unë jap udhëzime kur kuj, duke filluar nga kryetari deri anë. Po. Unë kam një të drejtë, si që keni ju gjithë, që konform ligjit të kërkojmë llogari administratës për në shërbim komunitetit. Kjo është detyra këshilltarit. Pastaj këshilltarit, që si janë ne kemi komisione, ne kemi vene ku diskutojmë. Ti me që e qunë vetën maj madhit më dhejve, unë të falenderoj, shqyqyr që ke marrë të autoritet dhe të shtojt autoritetit sa ma shumë, dhe unë më shtes gjithë djemë si puna jote që kanë iniciativa e kanë to që në shërbim komunitetit njerëzve, por unë dash një mendim, dhe unë shkoj aty, ku me caktojnë, se këtu ka një këshill, këtu nuk është një rompall, po është këshill unë e di, ka një kryetar këshilli, ka një kryesi këshilli, aty ku të thojë kryesia këshillit, unë shkoj, i kam thënë, në Kurbnesh në Lurdh, unë shkoj në Kashinar, unë shkoj në Kurspash, unë shkoj kudo, por unë e kam një parim, një jetën time e kam pas të vazhdoj të rujt. Krip në tenxheret e uja nuk fus. Vetëm të nxjerën time. Faleminderit. Faleminderit, Mark. Atëherë, kemi të lutem o Gasper më jep pak ankesën e Tienës, fshatit Tienë. Atëherë, hym në debatin për ankemimin që është kjo. Atëherë, Këshillit Bashkiak, administratorit njësisë, ka nevojë t'ja bande administratorit, sa administratorin aty kanë pas, kryetarit bashkisë, zotit Nezedaj. Sot me datën 22/6/2020, në fshatin Tenë, du më paraqesim ankesën tonë si më poshtë. Me datën 26/2020, në të fshat janë mbajtur zgjedhjet për kryetar fshati. Asnjë nga banorët e fshatit nuk ka qenë ndjeni për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve dhe nuk është njoftuar për të shprehur mendimin e tij nëpërmjet votës mbi zgjedhjen e kryetarit fshatit. Kryetari që ishte në detyrë para zgjedhjeve është vetë shpallur në postin e kryetarit fshatit pa bërë zgjedhje të lira dhe pa marrë votën nga asnjë nga banorët e fshatit përveç atyre që i ka interesuar vetë ish kërplakut. Ne si fshat kërkojmë të drejten për të votuar dhe për të bërë zgjedhje të lira, për të shprehur vullnetin tonë dhe të zgjedhim atë që na duket më i arsyeshëm
me shumicën e votave, jo vetëm me 2 apo 3 persona që kanë qenë pjesëmarrës. Dhe këtu për një lagje janë paraqit firmat e 14 qytetarëve dhe për lagjen Valës, Korr, janë paraqit firmat e 11 qytetarëve, ndërsa 3 qytetarë thonë që ne jemi dakord me shokë, se u prishim shokëve. Tani, po 1 minutë. Do të flasësh ti Lush, unë mendoj që të flasësh në fund, se nuk do flasësh 100 herë Lush. Jo, po ta sqarojnë ata që kanë ardhur dhe ti je antar i këshillit që do i vesh vulën dhe këshilli do të votojë ose për ty ose për ankimuesit pastaj. Tani këtu ka një ankimim ku aty për të ndjek këtë ankimim, procedurën e kanë ndjek 2 këshilltarë. Mund të flas, pastaj do të dëgjojmë se këtu se morëm. Po do flasish pastaj prap? Do flas, po do dërhyj sa herë tjetër. Po një herë ke drejt në rregullore, se kërkove rregullore. Ma heq drejt. Të diskutosh. Jo, ta jep rregulloria. Një herë ke drejt të diskutosh për një çështje. Urdhro. Vazhdo. Faleminderit. Ka fjalën këshilltari. Tani, faleminderit kryetar, tu ka një ankimim drejtuar Këshillit Bashkiak dhe administratorit Nikolin Kaçorri. Prapë ju thash edhe në diskutimin e parë, është iniciuar ky ankimim nga administratori, sepse nuk i pëlqen këshilltarët që drejtojnë mbledhjen në kryesinë e fshatrave. Më është thënë gojarisht që kam të drejtë unë të mbledh fshatin, kam unë të drejtë të, prandaj të sqarojmë dhe një procedurë ligjore, konkrete, kompetenciale. Kompetencat për drejtuar mbledhjen e fshatit të nderuar administrator të njësive administrative e ka vetëm këshilli, këshilltarët. Këshilltarët mbajnë përgjegjësi ligjore. Është një formular tip i ardhur nga ministria që firmos përfaqësuesi i këshillit me 2 firma, jo me 1. Në disa raste shkojnë një këshilltar. Vjen e merret firma, ju lutem këshilltar edhe herë, të mos firmos asnjë procesverbal në tip, pa qenë prezent, sepse janë shumë dakord me fshatin tim që kanë vërejtje dhe do të ketë edhe fshatra të tjera. Unë kam vërejtje konkretisht parë mbledhje edhe për fshatin Godërshen që u kapa, Adi, me kapën rrugë që kemi këtë problem, këtë lagje, nga të lagje. Tani, problemet janë, aty kanë qenë 2 këshilltarë, Nikol Prendi dhe Adona, dhe du t'i falenderoj për prezencën e tyre. Në ten kemi qenë unë dhe Armir Marku, ka nga Tirana për atë mbledhje. Aty ka qenë kryetari i fshatit Lezhvalca. Tani, këtu në thot, nuk jemi njoftuar dhe kanë marrë pjesë 2 deri në 3 persona. Këshilltarëve u kanë vendosur një material, proces verbal në 3 lagje. Me firma, me nënshkrime. Në nënshkrimin pa shkëlleshi shkruan emër mbi emër firmë. E keni këtu. Kjo do shkoje deri dhe në gjykat, deri dhe në prokurori, sepse unë kam shku para 4 vitësh. Ka pas problematika për zgjedhjen e kryetarësh fshatrësh. Dhe normalisht do t'i diskutojmë deri në gjykat. Tani, këtu në një lagje kanë marrë pjesë 10 veta. Emër mbi emër firmë të secilit. Në lagjen tjetër në Valës kanë marrë pjesë 7 veta. Në lagjen tjetër Mardedaj kanë marrë pjesë mbi 10 veta me unaninim, kanë propozuar antarin e lagjes Gjon Mardedaj që ka qenë edhe radhën e parë, dhe është votuar në mënyrë unanime. Po aty, me kutit fshet, me prezencë këshilltarëve, me komision, që i ka gjitha letrat sekretari i këshillit, është votuar, është propozuar Lezhvalca dhe është votuar 3-0. Tani, du t'ju jap një detaj. Në ankimim kemi Lesh Markagjoni, Gert Leshkola, që është një shkrim. Zoti Lesh Markagjoni, që kam respektin për zotin Lesh se është dhe këtu mbledhje, unë nuk di se si ta njoftoj Leshin. Disa herë kam njoftue për tarë për votue për pushtetin lokal
dhe nuk vjen, thot unë banen Rëshen, unë thot votoj në njësin administrative Rëshen, nuk jam në shof listat e fshatit, vërtet Lesh Margagjoni është në njësin administrative Rëshen. Edhe falenderoj, dakord. Pash Tusha dhe Gaspër Tusha, babë dhe birë, është e vërtet që nuk kanë qenë prezident në mbledhje, por pse shifni Tusha, shkrimi Tusha është njëjtë. Kur ka një ankimim ligjor, zoti Pashk se jedhë këtu, shkruhet Pash Tusha firmë dhe Gaspër firmës vetë. Gëzim Kola, thot, nuk firmos, Gjergj Nurgjoni, nuk firmos, vetë i marrim emrat e familjes. Pra deri tani kanë dalë 3 emra. Gëzim Kola ka qenë prezent, e kam me foto dhe këtu, Gëzimi është tu, vetë prezent, ka qenë në mbledhje dhe ka firmos, dhe ka votu për zotin Lesh Valca, për antarët kryesie. Tu nuk firmos të objen, thot, e shkru një tjetër, nuk ndahem nga shokët, si pas vendimit gjithë antarëve të fshatit. Vim pastaj Marka Prengjini, është tu, zoti Mark, dhe ka Nikolin Markun, shokun tim të shkollës, që është drejtori shkollës në Laç, zoti Mark, Nikolini, po edhe unë jam nga Tena, po nuk votoj në Tenë dhe unë nuk kam drejt votoj për antarin e kryesisë. Nikolin Marku, drejtor shkollën në Laç, atje banon, atje jeton, thot, unë du t'interesohem për fshatin, sot s'ka, është duke ndana i diftesë, do të kishtë ardhe sot. Petrit Marku, nuk ka firmë, i shkruan emrin dikush. Tani, shikoni një ekspertizë tjetër. Një sekund, nëse ka ankesa nga njerëz që nuk janë banorë të fshatit, atëherë ban mua ankesa. To janë 2-3 emra. Të vim të zoti Preng Doda. Shikoni letrën e zotit Preng Doda. Dhe tu ka shkruajt Roland Doda, Ermir Doda, ja ku janë prezent, Preng Pjetër Doda dhe Nikol Pjetër Doda. Jam dakord që të katër janë 2 familje, jam dakord që nuk janë dakord dhe s'kanë qenë prezent mbledhje, po pse më Preng i shkruan ti me emrin me shkrimin tam? Preng Doda, Roland Doda, Ermir Doda, të gjithë janë shkolluar. Po kjo ka element penal. Pse? Zoti kryetar, pse Ullu, zoti këshilltar, ullu. Pse unë nuk në nënshkrimin e atyre që marrin pjesë, unë nuk e shkruaj unë, po e shkru vetë zoti Pashleshi. Të lutem, ju që ju kemi ftu, Lusha, një minut, të marrojnë këshilltarët, pra na ju kemi thirrë, se po t'ishte nuk ju thirrë. Po ju kemi thirrë që të flisni, por me radhë. Të lutem. Ju lutem, do të detyrohem të ndërpres mbledhjen e këshillit nëse do flisni të gjithë. Do folet vetëm me lejen time. Do të folet vetëm me lejen time. Lesh do flasish në fund. I thash edhe Lekës të flasje në fund. Ju jeni personat që jeni të atakuar dhe do të sqaroni këshillin në fund. Po Leka don me vono tani me vazhdu mbledhjen 24 orë. Unë i thash Lekës të flasin ata, të marrojnë punë ata dhe pastaj këshilli do të diskutoj. Atëre, kush do ta morri fjalën nga
Dhe shkolla ka fjalën. Prit, merr mikrofonin. Faleminderit herë për pritjen që na bat si fshat. Unë jam i bindur se zgjedhjet që janë bërë sot për sot në fshatin tonë janë zgjedhje të manipuluara. Këto janë me hile. Në kohën e Enver Hoxhës kanë qenë bërë celulat komuniste. Hajovi. Tashi, për sqarimin e Leklushës. Vlla shkolla banon në fshatin tonë. Pasaportizimin e kam në fshatin tonë. Kam votuar në Rrëshën për arsye se kam jetuar 10 vjet me Shira në Rrëshën. Nuk kam pasaportizim në qytetin e Rrëshënit. Nuk kam marrë asnjëherë si Leklusha me votuar në fshatin tonë edhe me pasaportizim në Rrëshën. Unë kam votuar në Rrëshën edhe kam të drejtë e votës në fshatin tonë. E kam kërkuar o pasaportizimin, pritore. Kam kërkuar o pasaportizimin ose përndryshi të atje në fshat të votoj. Kam të drejtën time elektorale. Dhe të ngjësh një janë të do t'i lek. Lesh të bëj një sqarim, lesh, një sekondë të vazhdo pastaj. Ti me bazë nëse voton në Rrëshën nuk je banor i Tenës. Pik. Kjo mbyllet këtu. Tani çfarë ke probleme tjera? Okej, tash me je banor i Tenës. Ju Këshilli Bashkiak je banor i qendrës së votimit ku voton. Okej. Ju Këshilli Bashkiak, kryetari i Këshillit Bashkiak, kryetari i Partisë Socialiste të mbajnë pasaportizimin në she, unë të rrishem. E kam kërku për ta bë, nuk ma ka bë. Nuk mund të jesh në listat e qendrave të votimit në Rrëshën, nëse nuk je banor i Rrëshënit. Qysh në 93-shin kam ngel në Rrëshën për votime, jo për të si banor, po për votime. Atëre ke hy 2 herë në zgjedhje. Kus, kam hyrë asnjëherë 2 herë në zgjedhje. Se s'ka rrugë tjetër. Asnjëherë nuk kam pas zgjedhje në 2 vende dhe në një vend. Ti je i sigurt në rregjesh jam vazhdo. Ashtu. Kush e do fjalën tjetër do të përdoret si jepi atje. Prit, diskutojmë pastaj ne. Jepi atë do të përdoret. Desha, ja falenderoj që na pritet. Desha me sqaru diçka me ju drejtues të Këshillit. Si para 5 vjetësh unë jam do të përdor që kam bënë letër avokatit popullit. Nuk e di nëse e di këtë ai bashkisa këtë, nuk e di nëse e dini. Unë jam anki mua. Tani para 5 vjetësh ka Leklusha ka zgjedh vajnë e vetën tenë. Dhe Këshilli Bashkiak me kërkesën e Vllazhbazës i ka arzuar zgjedhjet e Tenës si para 5 vjetësh si të paligjshme sepse Leklusha bie në kundërshtim me nenin 52.1 shkronja B. E ka të ndaluar me zgjedh vajnë që sepse janë lënë. Si para 5 vjetës e keni prish dhe keni caktuar më 5 vjet të caktuar nga ju Vllazhbazën kryeplak. Nuk duhet një kësaj teme. Tani si ka mundësi, po me të njëjtat procedura ka Leklusha prapë zgjedh vajnë? Neni 52 shkronja B. Pra, kushtet penges me shta keni ndaluar para 5 vjet. Ti e di, nuk kam më vënë. Vazhdo. Para 5 vjet që keni ndaluar me shta. Bën pyetje. Para 5 vjet që keni ndaluar me shta zoti kryetar. Tani, kushtet penges ligjore vetë deklarim dhe përjashtim. Pra, më të fjalë për këshilltarin. Bashkëshorti, bashkëtuesi ose të afërm të tij deri në shkallë 2 kanë një interes të drejtë për drejtë ose jo drejtë për drejtë në vendimmarrje dhe në shqyrtim. Atëherë në rreth 10 as duhet votojnë sepse voton për veten e vet, do përjashtohet nga votimi. Lutem më zotni. Pse përjashtohet para 5 vjetësh ju? Unë nuk e di ç'është bë para 5 vjetësh. Po si s'ka me ta, se po i gjom atë dokumenta. Pse para 5 vjetësh e prish mbledhjen e votimet e Tenës, edhe caktuat me votën tuaj caktuat Vllazhbazën 5 vjet kryeplakën nuk e mi bën votimet. Lutem, ja nuk ka votuar, a votuar Tenë si sot. Lutem zotni. Dhe po prapë një procedurë, edhe një procedurë e çka ka Leklusha po prapë i lishim. Ju lutem zotni, mos a detyrojmë me shkuq gjykatave e prokurorisë. Pa tash të tashim tash unë thonë të kam bash dëshirë ballafaqon ale. Lush, mos në rhy, lush, mos në rhy. Zotri, po. Është e njëjta procedurë para 5 vjet që keni prish zgjedhjet ndën për shit shkak. Kjo bie, nuk është konflikt interesi. Nuk është. Jo, absolutisht nuk është konflikt interesi. Është konflikt interesi vetëm nëse voton Aleksandër Lusha në Këshillin e Bashkisë për një person të familjes tij për probleme financiare. Se nuk mund ta vendosim ne, do konsultohemi me jurist, është apo s'është konflikt interesi. Faleminderit.
Kaq duam. Ligji e ka për po, para 5 vjet se keni bën gjë të tillë. Është për tjetër gjë, Lush. Jo, është për gjë tjetër. Po. Po të maroja. Të maroje Doda. Marove Dod. Du ta dëgjoj son, Urda. Mikrofonin. Preng, qofse do me fol mikrofonin. Fale preng, fale. Doda këti, ja? Diskutimin e ke këti, Joni. Jo, konsultova me shokmi. Vazhdo. Për sa i përket firmave që thotë ky se kanë firmos. Po, këtë do Se ta kjo është marrim. nuk të mirë, as të këshillit, as të mbarvajtjes komunitetit, as të ty na di. Unë kam një lidhje të azam në Zallgjuq, kam miqe, kam kushënie, kam njerëz, po zani në Fan, ose kam në Rëshen. Pse të shkoj unë atje? Pse të shkoj? Unë du të shkoj atje. Pra, të gjithë ne du të largohemi vetë nga këto probleme që kemi. E para punës dhe dyta, sepse ne du të jemi për me shu unitet, me shu mirë kuptim, me shu gjithë shanë në fshat, jo me shu përqarje, me shu tila problem. Faleminderit. Po. Po mos e dorëzo mikrofonin kur jenë diskutim. Mbaje mikrofonin aty. Ju lutem, desha dhe sjarim, sepse më duket bukur si më duket si naivitet, më falni për supozimin, ju kërkoj falje. Këtu ke plani punës edhe para 5 vjetë, se unë ja kam shu këtë planin e punës, para 5 vjetë se kam këshpia, kam shu avokati, po doja shkë edhe këtë të sotë. E keni shkrujt këtu që në 500 banore poshtë nuk dahet me lagje. Kush që detyron në zotëni me shkrujt ose ju vini dali me lagje? Kush që detyron ju shqiptarëve me dali me lagje? Kush ka detyru ju me shkrujt këtu se nuk dahen vini dali prap? Ju lutem, në sqaroni. Kush që ka detyru? E keni shkrujt vetë në 500. Po nuk është ndalume që mos ndahet. Mund të ndahet, mund mos ndahet. Kështu e ka pat arsysh me këshilli që përpara dhe kështu është lënë. Zoti këtë me shkrujt, edhe mund ndahet edhe mos Po nuk është ndalume të mos ndahet më zotëri. Për mua është ndalume për mua. Jo, nuk është ndalume. Këshilli i bashkisë zotëni nuk është organ ligj vendës, është ligj zbatues, zoti nuk e det me përka thelbin e ligjit. Ti ke përka thelbin e ligjit zotëni. Më vjen keq, më vjen keq. Jo. Ke përka thelbin e ligjit. Ne jemi organ legjislativ i dashur. Po pra, ne marrim vendime. Për disa gjëra ke drejt, për disa gjëra pse e thua ti, nuk do të thotë se ke drejt. Shihni, mos e shkruni të paktën se unë nuk e di kush e detyron. Dakor. Faleminderit që më dëgjoj. Faleminderit Dod. Po, preng Doda. Ja ligja taksativa kryetar më vjen keq. Edhe ti jeni nga ata persona që ti ke marrë shkollën për ushtrak, ti di mirë juridiksionin, ti ke bën shkollë tamam për ti një. Kam punu kryetar këshillin ja 6 vjet unë. Marroj preng Doda. Faleminderit. Nuk ma bjen. Po prengo. Tashte ne kim bë një kërkesë. Po, kim bë një kërkesë e kafe. Kim bë një kërkesë. Ku kemi njoftu. A mos preshtu. Se folën më. Ne kim bë 3 kërkesa, duke u drejtuar edhe kryetarit bashkisë për njohuri. E lexuam, ajo kërkesa i ka pas të dhënat të shpjeguara, nuk kemi çfarë mishtu. Problemi ynë, ne nuk kemi konflikt fare në fshat, ne jemi këtë dashamirës, pa përjashtim gjithë banorët që jemi aty, por ne na duke arsyeshme që duke mos na shoh fjalë mbledhje, ndoshta i ka dërguar zotneja, s'na ka dalë tjetër problem. Por me qenë se këtë ky grupi këtu, nuk janë vetëm kjo pjesa këtu, ka dhe ma, mund të jetë edhe pak, nuk janë njoftuar. Me qenë se ne hymë kontakt njërë me tjetin, që unë jo, ky jo, ajo, atëherë bom një listë me firma. Ato firmat, ne pritim një farë kohë këtu jashtë, duke qenë sepse e qujtëm matë fuqishme punën që i du bom rejnë dhe të presim na. Tani, nësë kishim mundësi për të kontaktu, sepse kemi edhe telefonat që hymë lidhje, dhe e kemi lënë dakord që unë nuk jam njoftuar. Mund të kem shkruajt emrat e vllajt aty, mund të ketë shkruaj vllai jem. Nuk kem të hyjnë gjykate se kushan, se ne letra nga letër na jemi bio këtu. Edhe ka edhe më jashtë,
nuk janë kundra kërkuj, por ne jemi për një zhvillim normal që edhe antarët e Këshillit, që mu më pëlqej kjo zotëria që më duket se është nga fani, që çfarë ka fol në mënyrë origjinale, me një të drejtë, që nuk ka puna se mbështet ne, po mbështet një të drejtë teme për me ngritur dorë, qoftë për zotnin, tjetër e kështu me radhë. Pra unë kam një të drejtë vote. Ai si të fitoj le ta marr. Qose fiton një kundërshtar që unë nuk e dua zotni, unë do të jem bashkë me këshilltarin, zotin Lek, që të jap dorën, të them bravo qoftë për fitoren që ti ke bën. Pavarësisht se Leka, unë me Lekën kam punuar dhe kam marrë vota në kohën e kështu, kam punuar Leka është i Zotit që marr vota, Leka ditë i morri votat në të gjitha pozicionet, e vlerësoj për punën që bën plus dhe minus, se kemi Lekën e kemi ndihmuar për ta bën këtë gjyllurdi. Tani, atje që na ekziston një formulë, dhe në qoftë se ju do ta ngrejni votën 100%, unë kam planin B. Plani B e bjen këtu ke ju, ke pjesa e Rrshenit, ke bashkia, e kemi të zgjidhur sepse unë emrohen të fusin konflikt dhe do ta zgjidhi kryetari këtë punë sepse na fut na më herë konflikt dhe meqense rregulloria ka që po futën konflikt na e emron kryetari. Atëherë, meqense kjo punë ekziston që plani B për këtë grupin që kanë votuar në këtë proces, se në lagjën Valc na s'kim pas mundësi që të marrim vesh se kur mbledhje. Unë s'kam nevojë fare, absolutisht asnjë, sikur ky zotëri ishte shufjoj sot është kryetari i fshatit. E kishte marrë. Ky faleminderit që na ka bashkuar, na ka bërë pastaj që për deputetët të marrë 40 mura e të shkojmë i bashkuar. Kem pas konflikt, tani na kanë bashkuar. Ja di për nerë lektush që e boni këtë punë. Edhe që ja ka bo, se Leka ka bo, nuk e ka bo këtë zotnia im. Sepse ka ardhë nga bashkia, nga pjesa e antarëve të Këshillit tej. Ashtë ai djali i Bardhok Tarashit, ai djaliri im duket, nuk e njoh. Sigur ke. Bravo. A djaliri e ka marrë me veti, unë i di se nga vjen e e ka marrë, unë kam qenë mi sektor që kam punu, le ta votojë se ka kushne, e na i vllajën e vet ta votojë. Prit, jam dakord, po ti mos thash nuk ta mohova të drejtën që ti, por të afërt e ke. Edhe e tha ky zotnia nga fani që të mori pjesë, Leklusha përjashtu nga Valca edhe herë, e di Leklusha. Ka fik dritat e makinës, ka dhunuar, kim rru pozicionin, a përjashtu Leklusha nga Valca, s'ka drejt hi Lekva, a përjashtu sepse ka bon dhunë në Valc. Më ka thënë pjekrat, më ka mujt, më gjdolloj pos, më ka thënë më ka të rathu me i herë. Pra Leka është një njëri veçan që lviz herë nga të thënë, mu më ka patni mu, e të divijoj, shumë dakord. Pra Leka përjashtu në Këshillin bashkiak që ka qenë për para. Shikut ta thuaj, nëse nuk ka përjashtu. A bo 3 herë mbledhje. Nuk ka gënjeshtër. Ke Nikolin Kashori, ka qenë Nikolin Kashori. E ke atje poshtë. A je përjashtu tej dhe që i vajzës s'ki pas drejt marrë herën e dytë, herën e parë e kinë po. Në dynot. Kryetar, janë herën e dytë, kim thanë, nuk do të marrin pjesë ata që kanë qenë herën e parë. Shqip, të vjeri ky zotnia nga fani. Ku të do një zgjidhje ju, më tjetë nga fshati. Qatë pjesë e ka mërë zotnia, di një preni, di e zotnia dje, di këtë djali i Bardhok Tarashit, s'ka mas një vrejnje. Jo Leklusha është i rrezikshëm. Pra e shetë rrezikshmëri të lartë. Dakor. Kush e do tjetër fjalën? Edhe i Nikolin Kashori, shprehmisht në zyrë ka thënë, unë nuk kam grafik zgjedhje për tenën, fare. Që se sa këtu Nikolini, pyete, a i s'ka pas grafik për zgjedhjen tenë, që është pjesa që vjen nga Këshilli Bashkiak. Po. Okej. Lash Valca. S'ka zongi, po. Ju falenderoj. Nuk e kam di se jem kaq i rëndësishëm. Po kënaqem shumë se ju po shoh përballë. Ju kam shoh fjalë disa herë për mbledhje dhe më keni thënë që nuk unë njoh dhe nuk e di se ku jeni. Një minutë. Të lutem marr. Ti ruaj që të shen mos i lë me ha shok. Duro se dëgjova. Leshi, këtej lesh. I kam shoh fjalë derë për derë. Ju betohem me ndershmëri. Të lutem mos ndërhyj, ha? Kush të foli? Të lutem, nuk jam ndërhyj ku në fjalë, se më zën ku jam. Të lutem. Kam marrë, i kam njoftuar llashkollën. Llashkolla që ashtu gjithë ky burr. Një minutë lutem. Të lutem le të flas. Or shoku, a ke mundësi? Leshi. Ke rrajt si bush. I kam shoh, po.
Mos vërtet më. Po mos vërtet. Lutem, lesh. Po ky gëzimi, a ju ti gëzimi? Të lutem, Valca. Lesh Valca, do komunikosh me këshillin apo me qytetarët e temës? Këtu je për të komunikuar me këshillin. Një minutë, të lutem. Atëherë, në momentin që më kanë marrë në telefon me thirr shokët, kam filluar i pari ka shkolla, ky se këtu mbrapa. I kërkova votën, njerëzisht. Thash, më jep votën dhe du pjesëmarrje, nëse don. Për të mirën e punës për të keshën a diaj. Po më tha, unë do të shoj Gertin, është gjallë, dhe vetë do vi mrapa, tha, se nuk du me më pa shok. Një minutë të mërej. Kam njoftue Nikolinin e mërë ka prengëzhinit në lash. Prenga, këtu nuk jemi në kafen e fshatit. Të dhash fjallën, folje. Të lutem. Unë jam të folë se njëri. Gjithë si e kam me pas tërti të shpirtit. Dhe shkolla nuk më erdi. Me më dhanë as vot, as gjanë. Kam marrë Nikolinin e marrë ka prengëzhinit në lash, që ku është i jati. Për arsyet mje personale, që kim pas do probleme tokësh e tekash, i tha, shor Nikolin, në qoftë se baba yt të marrë aty, le të vjetë të ja votën në ati i për kërë plak. Një minutë. Bërke, kam kërgu në vjetë për s'kera, për je bo me shoqatë në marrë, përri. Merdi ma trafik të përshik ato kanalet. S'ka problem. Dakor. I kam thirë gjithë shokve, kam marrë, karë, gëzim kolla. Karë, tushajt, mi fjallë dhe shtusha me 3 fëmijët. Kam qanon. Po, me fugar kam shkuve, po shumë bukur. Ka qanë inxinier Fran Valca. Ka qanë djali vlajtem. Ti gjithë stoj kam pas në mënyrën më të rregullt e më ekzemplare. Kam shu fjalë Ladit Margazefit, kam lidh leshaj e lushaj, kanë qanë edhe gra kanë marrë pjesë në votime, kanë qanë bi 15 veta aty, Kimira ke marrë dhe Ullu, Nikol, ullu në vend, Nikol Doda. Atere... Tashte, edhe keshën mardita, kimi mbledh komisionin, kanë Lesh, anonimisht gjithë dhe kanë dalë qështu. janë Faleminderit shumë. Zoti Bjerë, një gjën ju qytetarët e Temës. Unë qytetar, unë jam një nga ata kërplesh që kam hop dikur. Nga radha mu zgjedh herën qetër të shu që ishte në gjysh. Ju shkoni ke shpëja, përgatiti për herën qetër, rëni në opozitë në këtë 4 vjetë, këj ka fitu me shto firma si ka. Ose po di edhe tjetëri, do të bëhat me listë aman. Po këta ka të drejt në kryetari bashkisë me shpita e mëroje, se sa numri popullsisë. A pra, shkoni ke shpëja, mos kapi me shoshin këtë se këto firmat të nuk binë poshtë në gjysh. Po. Edhe jo me borë rëmuj këto. Atere. Ju lutem me shoke s'paku, sa në gjenë një ranë. Atere. Nuk ka 2 herë, preng. Jo, 2 herë, 3 herë, nuk ka. Tani, këtu do të ndërpresim folje. Folje se të gjitha kafshët dhe shpezët i përmendet me leshin. Të gjithë ju atje se këtu ishim. Po pra, tani, në qofë se ke gjëma të veçanë nga këto që o thanë, thuje. Në qofë se ke gjëma, si? Thuje pra, hajde. Një sekundë, flas një fjalë. Mbledhjet e Këshillit Bashkisë janë mbledhje të hapura normalisht. Po kur vini këtu, du të flisni pa mllëfe, pa ofendime, pa sharje, edhe me qetësi dhe me argument. Ju keni bërë një ankesë dhe keni bërë ankesën me drejt apo pa drejt, nuk e di, por besoj që Këshilli do marrë një vendim. Unë një sekond, po duratani. Nuk janë njoftuar sepse nuk votojnë për leshin. Jo është
ato si Mos në rry, lesh, mos në rry. Jo, se duhet. Edhe e treta, du që zgjedhet përsëriten. Te kërkoj. Okej, dakor. Po. Ka kusht Gjoni. Një thirë për me në gjuhe, Po. në gjoni. Ju si një të një gjuhe vetë, në? Se ne po një gjuhe shumë.